Është për ne çështja e reformës në drejtësi që ta gjejmë si emërus të përbashkët. Po doja ka dalë ka thënë, jemi kundër reformës drejtësi. Këtë do t'i bëja. Si do ja bësh? Atëherë, ne do përpiqemi që me Partinë Demokratike, siç kemi biseduar këto 2 ditët e fundit, që të jetë një opsion në tavolinë në diskutime me partitë e vogla, duke qenë se partitë e tjera e kanë si prioritet çështjen e reformës drejtësi dhe prokurisë posaçme në veçantë. Cilin status uleni ju me këto parti? Domethënë, si detyroni ju këto parti? Ne jemi në statusin e ju detyron, domethënë ju detyroni 2 liderat kryesor, Berishën dhe Ramën, që të ulet në bisedime me ju. Ne nuk kemi ide ose në pjesën e programit punës që t'ulemi me Ramën. Pikërisht pra se a keni mua vetë me ata të Sant'Egidios, vetëm me partitë opozitare. Kjo është e para. Po një sekond, se këta nuk përgjigjen as telefonat. Ne kemi komunikuar dhe jemi ullur si qytetar të shqetësuar si votues opozitar. Pra jemi votues opozitar dhe qytetar që nuk kemi të antarësuar në partitë drejt për drejt, në asnjë nga partitë opozitar, por votojmë për opozitën. Dhe mendojmë që partitë politike me atë kapacitetin që kemi ne, mundet t'i ulim dhe të kemi mundësinë që të diskutojmë me njëra tjetër. Apo përsëritet historia e Princ Vitit, Olita, të lutem na shipe çik, është Princ Viti në këtë mes? Këtu gjithmonë një me këmbës ka qenë. Edhe ky që është me këmbës është. Po, e qartë. Kështu që po e pyes, nëse kanë marrë autorizim apo kanë informuar kancelarisë të huaja në Shqipëri për këtë nismë politike në mënyrë paraprake. Ideja jonë është që ne kemi nisur këtë ndërmarrje të vogël në mënyrë që të bëjmë disa veprime dhe të arrijmë një tryezë. Normalisht do komunikojmë dhe do kemi takime dhe me ambasadat, është një gjë e rëndësishme, mendoj, është një faktor i cili ndikon në Shqipëri, qoftë me komunikim zyrtar me ambasadën, nëse kemi bërë komunikim. Keni informuar që po bëni këtë gjë dhe doni të bëni këtë gjë? Ne kemi shpall një agjendë publike. Jo, them takime. Kemi kryer disa takime me faktorët politik këtu dhe presim graduale në ditët pra jo larg që të bëjmë dhe takime keni në me një afat ambasador. një deadline çfarë do të arrini, për sa kohë do të arrini dhe ku është synimi juaj, domethënë dhe kur do t'ja u publikoni shqiptarëve që kjo është një arritje juaj. Dhe jeni të sigurt se do mbrini te kjo një herë? Jeni të sigurt që në fund fare nuk do afusin domethënë siç ka ndodhur historikisht. Nga negociatat që po bëjmë, presim shumë shpejt punëditësh që të bëjmë një tryezë me një pjesë të madhe të faktorit opozitar, që ata të ulen në një nivel të caktuar. Kjo do ndryshoj, fakt, gjëja parë është që do kenë mundësi të diskutojnë me një forum si që jemi ne, i cili është i pavarur nga ata, ku mundet të shpalosin disa ide që mendojnë ata që i kanë më të rëndësishme të tyre.